në asnjë mënyrë me hyrë në koalicion me VV-n. E ka thonë me një intervistë për Nebi Maxhunin e Periskopit. Tash Samir Lushtaku i kontrollon disa vota në parlament, tu ta dini, grupit parlamentar. Kushtimisht. Po, disa vota. Jo, shiko, problem. Nuk është aq e lehtë. Nuk është aq e lehtë me ndonjë një koalicion PDK-VV. Unë jam shumë skeptik. Nuk është lehtë veç për PDK-n. Kur ti mundet me mbri një efekt me takimin e nesëm, ose me këtë letër të cilën o ka dërgu, është me i shpartalu komplet krejt idet që kanë qakullu kohëve të fundit për një bashkim të këtyre forcave që na bëjqymë aktualisht dhe teknikisht opozitare. Se ta është bëhen pike pas, LDK anej, PDK kënej, Ramushi andej, dhe të po, me ashti shërën edhe këta me u shpërndohë edhe si ide, do që të më shpërbohë si ide, si potencial, edhe me a kriju kurtit një hapësirë të re, veprimit politik edhe të manovrimit. Por këtu ne do t'i shohim nesër nga ajo se çfarë do të prodhoj ai takim. Unë jam skeptik se ka me prodhu diçka, sepse mënyra edhe formati i takimit, mënyra organizimit të takimit nuk premton kurrë. Ti shkon serios për zërës, Blerim ti po mendon, në rast se dështon, po mendoj kurti 3, qeveria më formu, mendon që LDK hen koalicion me PDK-n? Është shumë vështirë. Shumë vështirë është edhe ajo, po unë çka mendoj realisht është se të gjitha partitë edhe përfshi vendosjen dhe këto tjerat janë duke projektu një kohë të zgjedhjeve të jashtëzakonshme. Janë duke menduar se cila kohë për shtatet më shumë atyre. A më shkon qershor, a më shkon qershor, a më shkon në shtator, a më shkon kur janë zgjedhjet lokale. Pra, të gjithë e dinë se nuk i kanë numrat e nevojshëm për me kriju një qeveri të qëndrueshme, e cilat do t'jetë në gjendje spaku me i përballu 3 procese. Një, do të zgjedhjen e presidentes, që kemi vjen shpejt. 2, çështjen e dialogut me Serbinë, e cila është tavolinë të kryeministit, edhe 3, rindërtimin e marrëdhënieve të shkatruara me Shtetet e Bashkuara të Amerikës. A keni vërejt një send, këtë kjo periudhë e krizës 2 mujore, na nuk kemi asnjë qëndrim për ambasadës amerikane. Është hera parë që ndërkombëtarët nuk përfshihen në këto procese. Nëse zgjidhin në këtë proces, i gjithë për herë parë kanë zgjidhur. Ambasadori gjerman, francez, britanik kanë deklaruar. Për ambasadës kryesore që është Kosovë nuk ka asnjë deklaratë. Është i vizitu biznesa. Këtë ambasadorin gjerman, pra që... Ne po flasim për ambasadën amerikane. I cili kanë çuar disa mesazhe këtu shumë afërt për ndryshe me... Një qeveri e cila ka vetëm 61 vota, 61 vota të zërshme, nuk është në gjendje me u përballë me këtu 3... Pat një deklaratë të rode sot, pra foli diçka. Pra ambasadori gjerman i cili ka qenë është po shpesh si një ambasador i pozicionuar fuqishëm, pra si gruaja Kosnetit atëherë që ka qenë PVV, edhe Rode ka qenë një, pra i cili tash flet disi me terma të adin qërni interesin e përgjithshëm para interesit individual e qyftet të ngjashme, pra tradicionalisht, pra a mos ka qenë kur diplomatik, po në gjatë tërë kohës ka qenë i anshëm ka qenë, e tash është diplomatik, për herë parë është diplomatik Rode, por ta shohim ama hera parë që na do kemi zgjidhur një çështje vetëm. Pra standardohet asnjëherë. Ky është edhe qëndrimi i ambasadave të Quintet. Do thonë qëndrimi i tyre është që duhet më në fund klasa politike e Kosovës më pjek, duhet shoqënia kosovare duhet më pjek, që e prodhon atë klasë politike, edhe prandaj duhet me lënë, le të thënë pak unë po... Që thënë më pjek, apo duket si protestë, në më shumë po më duket si protestë. Jo, duhet me më pjek. Adhe nuk ka i shojmë kërkuna. E para punës... Në më veç i po do fotët Besnik Tahiri në shpet vetën që a kishë bo një përcjellje një diplomatit amerikan,
Na nuk im ka i shojmë dërgumton, por nuk di kush në ambasadë amerikane. Është. E kanë lidhë që të pushimin e rimojë. Po më ndoj, Nëse në kalon me... Jo, unë po të rastin me takuë, po thuj se gjithë ta ambasadorët Quintit edhe tjetë gjatë tyre kanë qenja 2-3 pritje ditëve të fundit. Qëndrimi tyre ishte ky, që do të me lanë klasën politike të Kosovës më pjekë vetë. Me thuj hunë pak vetë, më marrë me këto probleme, përderisa nuk rrezikohet ndonjë interes evropian, ndonjë interes amerikan, përderisa kjo nuk përbën ndonjë shqetësim rajonal. Atëherë, le të zgjedhin vetë këtë problem. Balli ju kemi ndihmu, na kemi intervenu, është kohë mjaftueshme, 17 vjetë shtetë. Imagjinoni ku kanë qenë Kroacia, Malizi ose Maqedonia, dhe 17 vjetë pas shpalljes pavarësisë. Ose edhe Shqipëria, 17 vjetë pas shpalljes pavarësisë. Urojmë tjetë kjo vesh, nuk besojnë. Tash, a duhet na me pas një diplomaci më zhvilluar, sigurisht që duhet me pas një diplomaci më zhvilluar, sepse dështimi ka qenë shumë i madh. Në 4 vite, një njohje ka siguru Bexhet Paculli, një njohje Erdogani, edhe kaq. Kjo të tregon që ku ka qenë, jo veç që ka dështu diplomaci, po mendoj Ministria e Jashtme, ka dështu edhe presidentja, edhe kryeministrin, edhe gjithë. Arsyeja është se ambasadat e vendeve perëndimore që janë Prishtinë në proceset e mëhershme të formimit të institucioneve nuk kanë vepru kryen veti. Ato kanë vepru me instruksione që kanë marrë për i qeverive përkatëse. Normal. Problemi aktual është që në momentet në për cilat ne po kalojmë, Kosova nuk figuron fare si çështje në agendat e këtyre qeverive. Listën e prioriteteve. S'ka hiç, nuk ekziston kërkun. As Washington, as Paris, as në Berlin, as në Rom, as kërkun. Pesheni se ato tash kanë probleme tjera. Edhe Washington, edhe Paris, edhe këtë ato. Pra nuk ka vëmendje në kryeqendrat e botës perëndimore për atë se çka po ndodh në Kosovë. Hiç nuk ka. Kështu që edhe ambasadat që janë këtu nuk dinë se çka me bë. Nuk dinë çfarë me... Nuk është puna, nuk dinë, po shiko ti e mban foshën, domethënë fëmijën tonë, kur i ka një vjet, i shkon ja lon tishat, shkon e pastron e tjerë, po kur ti ban dikur 18 vjet e thue, unë e pajtohem se ai moment ka ardhur, por unë mendoj se ne nuk kemi zhvilluar ende kapacitetet e tilla për një arsye të vetme, sepse spakun e këtu 5 vite na duhet të falenderojmë vetëvendosin e cila e ka demonizu, e ka njollos idenë e negocimit edhe të kompromisit edhe të marrëveshjeve mes palëve. E ka bo si punë në dytë. Po, punë në dytë me bo kompromis. Bojnë populistat. Po, me bo kompromis. O shkatru, do të thotë, mekanizmi bazë për mes cilit funksionon demokracia. Që është pozitiv, nuk është... Do është më ullë. Sepse politika demokratike në thelb është negocim interesash. Negocim interesash. E këta e kanë shkatru këtë mekanizm, e kanë shkatru këtë kulturë, edhe tash kanë rronë vetë viktime asaj. Sepse ma nuk u beson kërkush. Për të arsyeja. Okej, a mundet me, që me thonë, paka shumë përgjigjet e njerëzve në për komentuesve, në për rrjetet sociale, pra edhe të komentatorëve politikë janë që